simbolike për atë që po vinte për zhvillimin, për zgjimin e qytetit të Shkodrës. Ajo frymë e zhvillimit ka nisur të shpërndahet kudo. Ka nisur të shpërndahet në Malësit Madhe, në Puk, në Fusharës, në Vaudes, dhe kësaj radhe besoj se fitoria do t'jetë shumë e madhe se dhe ajo e 2023-shit. Ne besojmë shumë se me ato që janë bërë, me investime që sot po kryen në Shkodër. Shkodra është kthyer në një kantier ndërtimi, që nga hyrja deri në Dukagjin. Shkodra i përket dhe jo simbolikisht, por realisht Shkodra është porta e Europës në Shqipëri. Dhe ne, me premtimet që kemi dhënë dhe punën që po bëhet, kemi provu që një bashkëpunim i pushtetit vendor dhe i pushtetit qendror, siç u bën në Shkodër gjatë kësaj periudhe, është kyçi i suksesit ton të viteve të fundit. Jo vetëm hyrja e Shkodrës, jo vetëm rruga e Dukagjinit, jo vetëm rrugët rreth liçenit, jo vetëm rrugët brenda Shkodrës, jo vetëm autostradat rreth Shkodrës, jo vetëm kthimi i Shkodrës në një qendër rajonale, janë ata që na bëjnë sot besim plot. Dhe themi me plot gojën se kemi dhënë provën që besimin që na dha Shkodra këto 2 vjet ne do ta çojmë më tej. Dhe së paku me 5 mandate Shkodra do të vijë kësaj radhe në këto zgjedhje. Shkodranët janë mirënjohës dhe shumë falenderues për punën që është bërë dhe shumë falenderit kryeministrit që ka kthy kokën nga Shkodra. Dhe ne do përpiqem, do punojmë që Shkodra të meritoj atë dashuri, atë suport, atë mbështetje që qeveria e ka dhënë në vitet e fundit, dhe unë besoj se do t'jemi qyteti që do t'jetë i surprizave dhe më shumë se 5 në këtë qytet. Ju falenderoj.